Një numër i ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar duke kërkuar definimin përkatësisht qartësimin e statusit të tyre në shoqëri. Ndërkohë kryeministri Mustafa në takimin e qeverisë ka thënë se nuk mund të paguhen mjete për individ që kanë hyrë në listat e veteranëve të luftës, por të cilët, siç është shprehur ai, nuk i kanë merituar. Veteranët e luftës së UÇK-s në numër jo të madh u mblodhën para ndërtesës së qeverisë së Kosovës për të protestuar. Ish luftëtarët kërkuan rregullimin e pensioneve me ligj. Pjesëtarë të policisë përkujdeseshin për sigurinë dhe rendin para ndërtesës së qeverisë. Ish luftëtarët thanë se pensionet janë i vetmi burim ekzistence e tyre. Kanë marrë njerëz pa kohë hiç e ju hapin rroga. A fryjnë numri, ja kanë fryjnë vetë numrin. Se mas pori na se kanë ditë pa pëstuaj. Se jo me mon rrugë, që se ka bon men kërkush për neve. Tu ligji, u miratu ligji i nalën rrogat. Ma rriju që ofta aty. Pensionin e veteranëve e meritaj, edhe na i kanë ndërprej. Unë e kam vetëm në burim, që jam 8 anëtar familje, për ata kom dalë. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, Xhevdet Qeriqi, tha se duhet të bëhet një zgjidhje afatgjate e buxhetit për këtë kategori. Kërkesa e parë është që të shfuqizohet vendimi i fundit i Ministrisë Punës dhe Mëshirës Sociale, i cili i dëmton të drejtat e familjarëve të dëshmorë. Kërkesa e dytë është që mos të luhet me pensionet e veteranëve të luftës, pra të bëhet një zgjidhje afatgjate e buxhetit për këtë kategori. Mirëpo në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës, kryeministri Isa Mustafa vuri theksin te numri i fryrë i veteranëve të luftës, nga 12.000 sa thuaj në fillim, në mbi 40.000. Ne nuk mund të paguajmë mjete për individ cilët kanë hyrë në listë aty, po cilët nuk i kanë meritat, sepse ndryshe do të hyjmë edhe veprimtari korruptive, sepse do të paguajmë mjete për ata që nuk meritojnë mjete para publike. Është prej 12.000-ve, është rrit 30.000, nga 30.000 kalon në 20.000 dhe ne parën nuk është vështirë me siguru. Ministri i Financave Avdullah Hoti tha se kanë mjete buxhetore shumë më pak se sa numri i veteranëve të luftës. Fatura mujore është rreth 4.6 milion. Për muajin shtator ne kemi mungesë në këtë skem prej 1.6 milion. 1.685.000 sipas kërkesës së Ministrisë së Punës dhe për neve ka qenë e pamundshme të ekzekutojmë këto pensione për këtë skem sociale. Ndërsa ministri i diasporës Valon Murati tha se duhet me guxim të hyhet procesi të rishikimit të listave, të cilat sipas tij janë manipuluar. Unë për vete nuk do të isha që të shkohet në një verzion të ndryshimit ligjit dhe të zvoglimit. Unë mendoj që ajo shumë duhet të rritet, po duhet të zvoglohet numri i veteranëve. Zëvendës ministri i kulturës Recep Hoti propozoi që çështja e listave të veteranëve të nisë nga zeroja. Nuk mund të bëjmë politika elektorale nëpërmes veteranëve. Nuk mund të bëjmë gjëra të tjera, sepse vetë i kemi prish gjërat edhe i kemi shkatruar deri në këtë mas. Unë nuk e kuptoj çish mundet një qeveri ta bajë këtë barë që sa kohë edhe të vazhdojmë të jemi me këtë problematikë. Qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka përsëritur se numri aq i madh i veteranëve të luftës, që ka dalë nga Komisioni Qeveritar, mund ta rrezikojë marrëveshjen me Fondin Monetar Ndërkombëtar.